A do me hym xhennet? Kushtoj rëndësi faljes së namazit. Thot profeti alayhis salam për dy namaze, namazin e sabahut dhe të ikindis, siç transmetohet tek Sahihu i Bukharit dhe Muslimit, men salla al-bardaini dakhala al-janna. Kuptohet prej hadithit se kush e fal pra namazin e sabahut dhe të ikindis, hyn xhennet. Vlla im, motra ime, ti që akoma nuk e ke filluar faljen e 5 vakteve, kur do ta fillosh? A e do xhennetin? Atëherë, lidhja, bëhu i vendosur, bëhu e vendosur dhe filloje namazin. Filloje sepse të premtohet xhenneti. E lusë Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që i kushtojnë rëndësi namazit. E lusë Zotin e gjatësisë që të na bëj gjithve prej xhennetlive. Amin.